Do ta shpjegoj një emër tjetër që me të cilën quhet surja El-Fatiha, ajo është esh-shifa apo esh-shafia. Shërim apo ajo që shëron. Na e dim shumë mirë se Allahu Gjelle Gjelalu është i vetmi esh-shafi. Amo Allahu subhanahu wa taala ka lënë diçka në këtë sure e cila shëron. Si që kanë shpjeguar dietarët, është shërim për zemrat, është shërim për shpirtrat, është shërim edhe për smundjet fizike. Ta ndëgjojmë pak mjekun e zemrave. Ibn Qayyim, dietarin e madh, Ibn Qayyim el-Jauziyja, se qysh e shpjegon këtë çështje. Thot, e sa i përket kësaj surës që ngërthen shërim për smundjet e zemrës, thot kjo është e vërtet dhe e ngërthen këtë në mënyrë të plot dhe të kompletuar. Thot, të gjitha smundjet e zemrës bazohen në dy çështje. Thot, e para, prishja e dijes dhe e dyta, prishja e qëllimit. Këto dy çështje janë baza apo zanafilla e çdo smundjes së zemrës. Thot, dhe këto dyja ta shqojnë tek dy smundje tjera që janë shkatruese, që janë thot vdekje prurse. Thot, ajo është devijimi, edhe thot e dyta thot është hidhrimi. Sa i përket devijimit thot është rezultat i prishjes së dijes apo mungesës së dijes. Hidhrimi është rezultat i prishjes së qëllimit me udhëzimin në rrugën e vërtetë, të cilën e kemi në surën El-Fatiha, ihdina as-sirata al-mustaqim. Kjo thot është shërim i smundjes së devijimit, sepse ti kur je në rrugën e vërtetë, kjo do të thonë që ti je larg devijimit. Je largu prej devijimit dhe ke ardhur në rrugën e vërtetë. Edhe prandaj thot me kërku prej Allahut udhëzim në rrugën e vërtetë, të cilën e përmban surja Fatiha. Thot është gjëja më e rëndësishme dhe gjëja më e obligueshme për robin në çdo ditë, në çdo natë me lut Allahun azza wa jall, bile në çdo namaz. Sepse domosdoshmëria që e kemi na për me qenë në rrugën e vërtetë dhe nuk e zaventson asgjë ket, asnjë lutje tjetër përveç se kjo lutje. Nuk zaventsohet me asnjë lutje tjetër. Thot, ndërsa me realizimin e iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Thot, është shërim për smundjen e prishjes së qëllimit.